Ndalo. Tani, mos shko më tej, sepse ajo që do të dëgjosh sot mund të jetë thirrja që ke shpërfillur pa e ditur. Zoti ka qenë duke të kërkuar, nëpërmjet njerëzve, nëpërmjet rrethanave, nëpërmjet asaj ndjenje të çuditshme të brendshme që nuk shkon. Dhe sot, nëpërmjet kësaj video, ai po të flet sërish. Pyetja është vetëm një. Do t'i përgjigjesh kësaj here? Ka një zë që nuk hesht kurrë, një zë që flet edhe kur ti nuk dëgjon. Edhe kur je i zënë me punë, me shqetësime, me zhurmën e përditshme të jetës, edhe kur ke vendosur të mos e dëgjosh. Ky zë nuk është imagjinata jote, është Zoti që të kërkon. Që nga fillimi i kohës, Zoti ka kërkuar zemrat e njerëzve, jo sepse ka nevojë për ty, por sepse të do aq shumë sa nuk mund të qëndroj larg. Dhe thirrja e tij për ty sot nuk është e rastësishme, është urgjente, personale dhe e mbushur me një qëllim që kalon çdo kuptim njerëzor. Pyetja nuk është nëse ai të thërret, pyetja është nëse do ta dëgjosh. Shumica e njerëzve nuk e shpërfillin thirrjen e Zotit me qëllim. Nuk zgjohen çdo mëngjes dhe vendosin, sot do ta injoroj Zotin. Shpërfillja ndodh gradualisht, hap pas hapi, ditë pas dite, pa e vënë re. Fillimisht je shumë i zënë, punë, familje, detyrime. Pastaj je shumë i lodhur, nuk ke energji për gjëra shpirtërore. Pastaj bëhet zakon, jeta vazhdon edhe pa Zotin në qendër, dhe duket sikur gjithçka është mirë. Por thellë brenda, diçka mungon. Një zbrazti që asnjë sukses, asnjë marrëdhënie, asnjë arritje njerëzore nuk mund ta mbush. Kjo zbrazti është forma e Zotit brenda teje, dhe vetëm ai mund ta mbush. Thirrja e tij është thirrja për të mbushur atë zbrazti për gjithmonë. Zoti nuk ka vetëm një mënyrë për të kërkuar, ka mira. Dhe shpesh, pikërisht kur mendojmë se nuk po dëgjojmë asgjë, ai është duke folur në çdo drejtim. Flek nëpërmjet natyrës, një perëndim dielli që të lë pa frym, një stuhi që të kujton sa i vogël je, një fëmijë që qesh dhe të bën të ndalosh gjithçka. Flet nëpërmjet njerëzit, një fjalë rastësishme nga një i huaj, një këshill nga dikush që nuk e pret, një mesazh që vjen në momentin e saktë. Flet nëpërmjet rrethanave, dyer që vrejt rrugës së duhur, humbjet që të çlirojnë nga gjërat që të mbanin prapa, sfidat që të forcojnë dhe të thellojnë. Flet nëpërmjet zemrës sate, atë ndjenjë të brendshme që nuk shkon, atë shqetësim të çuditshëm, atë tërheqje drejt diçkaje më të lartë. Kudo që shikon, Zoti është duke të kërkuar. Ka një çmim të rëndë që paguhet kur shpërfillim thirrjen e Zotit, dhe shumë pak njerëz e kuptojnë këtë para se të jetë shumë vonë. Nuk është çmimi menjëhershëm, është çmim gradual, i heshtur, që grumbullohet ditë pas dite. Fillimisht humbet paqen e brendshme, ajo qetësi e thellë që ndihet kur je në harmoni me Zotin, zhduket. Pastaj humbet drejtimin. Vendimet bëhen më të vështira, rruga përpara bëhet e mjegullt dhe konfuze. Pastaj humbet qëllimin, ajo ndjenja thellë se jeta ka kuptim dhe destinacion. Dhe në fund, nëse thirrja vazhdon të shpërfillohet, zemra fillon të ngurtësohet. Jo papritur, por gradualisht, si ujë që ngrin ngadalë. Dhe zemra e ngurtësuar nuk ndjen më as dhimbjen e zbraztësisë, as gëzimin e pranisë së Zotit. Mos e lejo zemrën tënde të arrijë atje. Historia është e mbushur me njerëz që dëgjuan thirrjen e Zotit dhe zgjodhën të shpërfillin. Dhe çdo histori e tillë mbart të njëjtën mësim të dhimbshëm. Shpërfillja e thirrjes hyjnore nuk të lë ku je, të çon prapa. Mendoje Jonën, profeti, që kur Zoti e thirri të shkonte në Ninive, u nis në drejtim të kundërt. Mendoi se mund të ikte nga thirrja, por çdo hap larg Zotit e çoi më thellë në stuhi, më thellë në errësirë, më thellë në barkun e peshkut të madh. Vetëm kur u kthye drejt thirrjes, u çlirua. Mendoje të riun e pasur nga shpallet, që erdhi tek Jezusi me zemër të hapur, por kur dëgjoi thirrjen e plot, u largua i pikëlluar, sepse kishte shumë gjëra për të lënë. Historia e tij mbaron me pikëllim, jo sepse Zoti nuk e donte, por sepse ai zgjodhi pasurinë mbi thirrjen. Çfarë po zgjedh ti sot? Por historia mban edhe histori të tjera, histori të njerëzve që dëgjuan thirrjen e Zotit dhe zgjodhën të përgjigjen. Dhe çdo histori e tillë është një histori transformimi të papërsëritshëm. Mendoje Pietrin, një peshkatar i thjesht, i paarsimuar, pa asgjë të veçantë sipas standardeve njerëzore. Kur Zoti e thirri me 2 fjalë të thjeshta, ndiqme, laj gjithçka.
rjetat, varkën, jetëm e vjetër, dhe u bë shkëmbi mbi të cilin u ndërtua kisha. Mendoi e palin, që jo vetëm shpërfillte thirrjen, por aktivisht persekutonte ata që ishin përgjigjur. Por kur Zoti e thirri personalisht në rrugën e Damaskut, u përgjigj menjëherë, dhe u bë njeriu që ndryshoi botën. Të dy kishin një gjë të përbashkët. Kur dëgjuan thirrjen e vërtet të Zotit, nuk pyetën, nuk negociuan, nuk shtyn për nesër. Than po, menjëherë, plotësisht, dhe Zoti bëri të pamundurën me jetët e tyre. Një nga gabimet më të mëdha që bëjmë është të mendojmë se thirrja e Zotit është e përgjithshme, një mesazh i gjerë për të gjithë njerëzimin në tërësi, por e vërteta është krejt e kundërta. Thirrja e Zotit për ty është aq personale sa vetë emri yt. Ai nuk të thërret si pjesë e një turme, të thërret si individ të veçantë, të njohur plotësisht, të dashur thellësisht. Ai njeh çdo detaj të historisë sate, çdo dështim që ke fshehur, çdo ëndër që ke braktisur, çdo plag që mban ende, çdo talent të fshehur që nuk ke guxuar ta përdorësh, dhe thirrja e tij merr parasysh gjithçka. Nuk të thërret të bëhesh dikush tjetër, por të bëhesh versionin më i plot dhe më i vërtet i vetes sate. Thirrja e Zotit nuk është barë, është çlirimi më i madh që mund të përjetojë një njeri. Dhe sot, ajo thirrja është për ty. Një nga arsyet kryesore pse shumë njerëz shpërfillin thirrjen e Zotit nuk është indiferenca, është frika. Frika e thellë, e fshehur, që shpesh nuk guxojmë ta pranojmë as me veten. Frika se nëse i përgjigjemi thirrjes, duhet të lëm gjërat që njohim dhe duam. Frika se Zoti do të kërkojë diçka shumë të vështirë. Frika se nuk jemi të denj, të zot, të mjaftueshëm për atë që ai ka planifikuar. Frika se njerëzit rreth nesh nuk do të kuptojnë. Frika se do të dështojmë edhe në këtë. Këto frika janë reale, por janë gjithashtu gënjeshtra. Sepse Zoti kurrë nuk të thërret pa të pajisur, kurrë nuk të dërgon pa të shoqëruar, kurrë nuk kërkon nga ti diçka që ai nuk ka vendosur tashmë brenda teje. Frika thot, nuk mund. Zoti thot, me mua çdo gjë është e mundur. Cilin do të besosh sot? Kur shpërfillim thirrjen e Zotit, nuk humbim vetëm një mundësi shpirtërore, humbim shumë më tepër se sa mund ta imagjinojmë. Humbim qëllimin e vërtet të jetës sonë, arsyeën e vërtet pse jemi këtu. Humbim paqen që kalon çdo kuptim njerëzor, atë qetësi të thellë që vetëm prania e Zotit mund ta japi. Humbim mbrojtjen hyjnore, dorën e Zotit që mbron, drejton dhe ruan në çdo hap. Humbim bekimet e rezervuara, gjërat e mrekullueshme që Zoti kishte planifikuar të bënte nëpërmjet jetës tonë. Humbim ndikimin, jetët e njerëzve që Zoti dëshironte t'i prekte nëpërmjet nesh. Por ndoshta humbja më e madhe është kjo. Humbim versionin më të mirë të vetes, personin që Zoti e kishte parë që nga fillimi, të fortë, të qëllimshëm, të dashur, të plot. Dhe kjo humbje nuk mund të zëvendësohet me asgjë që bota mund të ofrojë. Ndoshta ke shpërfillur thirrjen e Zotit për ditë, ndoshta për muaj, ndoshta për vite të tëra. Ndoshta ke bërë zgjedhje që të kanë çuar larg ti. Ndoshta ke ndjerë se ke shkuar shumë larg për t'u kthyer. Por dëgjoj këtë me gjithë zemrën. Është ende koha. Zoti nuk e heq thirrjen e tij. Nuk lodhet se kërkuari. Nuk vendos një afat kohor pas të cilit heq dorë nga ty. Dashuria e tij nuk ka kushte dhe këmbgulja e tij nuk ka fund. Çdo ditë që zgjohesh është një thirrje e re. Çdo frymarrje është një mundësi tjetër. Çdo moment, duke përfshirë këtë moment tani, është një ftesë e hapur për t'u kthyer. Zoti është si ati i djalit të humbur, që çdo ditë shikon drejt horizontit duke pritur kthimin tënd. Dhe kur të sheh duke ardhur, vjen vrapimi t'ju takoj. Sot mund të jetë dita e kthimit tënd. Shumë njerëz dëshirojnë t'i përgjigjen thirrjes së Zotit, por nuk dinë si. Mendojnë se duhet bëjnë diçka dramatike, të madhe, të dukshme. Por e vërteta është se përgjigja ndaj thirrjes së Zotit fillon me diçka shumë të thjeshtë, një vendim i heshtur i zemrës. Hapi i parë është pranimi, të pranosh se Zoti të thërret dhe se ke nevojë për të, jo si dobësi, por si guximi më i madh që mund të tregojë një njeri. Hapi i dytë është hapja, të hapësh zemrën dhe t'i thuash Zotit, jam këtu, dëgjoj, jam gati. Hapi i tretë është besimi,
Të besosh se Zoti ka një plan të mrekullueshëm për ty, edhe kur nuk e sheh ende. Hapi i katërt është veprimi. Të bësh hapin e parë të bindjes, sa do të vogël që të duket. Zoti nuk kërkon përsosmëri, kërkon disponibilitet. Nuk kërkon të kesh gjithçka gati, kërkon zemrën tënde të hapur dhe të gatshme. Zoti nuk të thërret pa arsye, nuk të thërret thjesht për të plotësuar një vend bosh në planin e tij të madh. Të thërret sepse ka një qëllim specifik, unik dhe të papërsëritshëm, që vetëm ti mund ta përmbushësh në këtë botë. Asnjë njeri tjetër në historinë e gjithë njerëzimit, as në të kaluarën, as në të tashmen, as në të ardhmen, nuk ka kombinimin e saktë të talenteve, përvojave, dhimbjeve dhe dhuratave që ke ti. Je unik, je i papërsëritshëm, dhe qëllimi që Zoti ka për ty është po aq unik sa vetë ti. Ndoshta qëllimi yt është të shërosh njerëz të tjerë nëpërmjet dhimbjes tënde të tejkaluar. Ndoshta është të ndërtosh, të krijosh, të udhëheqësh, të shërbesh. Ndoshta është të jesh prania e Zotit në jetën e një personi të vetëm që ka nevojë desperatisht. Madhësia e qëllimit nuk matet me standardet njerëzore, matet me besnikëri ndaj thirrjes. Dhe thirrja jote, sado e madhe ose e vogël që të duket, ka rëndësi të përjetshme. Ndonjëherë, Zoti të thret nëpërmjet rrugës që të duket më e fundit që do të zgjidhje, nëpërmjet dhimbjes, nëpërmjet humbjes, nëpërmjet dështimit, nëpërmjet momentit kur gjithçka shembet dhe nuk di ku të kthehesh. Këto momente nuk janë dëshkim, janë thirrje. Zoti përdor dhimbjen jo për të shkatruar, por për të thyer shtresat e jashtme që të mbajnë larg tij, krenin që të thotë se nuk ke nevojë për ndihmë, vetëm mjaftueshmërinë që të thotë se mund ta bësh vetë, kontrollin që të thotë se e ke gjithçka në dorë. Dhimbja i thyen të gjitha këto, dhe papritur, në mes të rënojave, zemra bëhet e hapur për herë të parë, e hapur për të dëgjuar, e hapur për të marrë, e hapur për thirrjen që Zoti ka bërë gjatë gjithë kohës. Nëse sot je në dhimbje, mos e shoh si dënim. Shikoje si derën e thirrjes më të rëndësishme të jetës sate. Ti përgjigjesh thirrjes së Zotit nuk është vendim që bëhet një herë dhe harrohet. Është vendim që rinovohet çdo ditë, çdo mëngjes kur zgjohesh, çdo moment kur zgjedhja paraqitet mes rrugës së Zotit dhe rrugës së lehtë. Vendosmëria nuk do të thotë se nuk do të kesh dyshime, nuk do të thotë se rruga do të jetë gjithmonë e qartë, nuk do të thotë se nuk do të kesh momente dobësie dhe rënjeje. Vendosmëria do të thotë se pavarësisht dyshimeve, vazhdon. Pavarësisht errësirës, vazhdon. Pavarësisht rënjeve, ngrihu dhe vazhdon. Zoti nuk kërkon nga ty përsosmëri, kërkon vendosmëri, kërkon zemrën që kthehet gjithmonë tek ai, zemrën që edhe kur bie, ngrihet sërish me fytyrën nga ai. Kjo vendosmëri e thjesht, por e pathyeshme, është ajo që ndryshon jetë, ndryshon familje dhe ndryshon brezni të tëra. Momenti kur i thuash Zotit po me gjithë zemrën, është momenti kur gjithçka fillon të ndryshojë. Jo gjithmonë me një herë nga jashtë, por gjithmonë me një herë nga brenda. Diçka lëviz në thellësinë e shpirtit. Një barë që i ke mbajtur për vite, papritur bëhet më e lehtë. Një paqe e çuditshme dhe e papërshpjegueshme mbush zemrën. Një dritë e re ndriçon rrugën përpara. Kur thuash po thirrjes së Zotit, ai fillon të punojë në mënyra që nuk mund t'i shohësh ende. Hap dyer që ishin të mbyllura. Lëviz njerëz dhe rrethana në favorin tënd. Fillon të formoj karakterin tënd nga brenda. Fillon të zbuloj dhurata dhe talente që nuk dije se i kishe. Dhe mbi të gjitha, fillon të mbush atë zbrazdëti të thellë që asgjë tjetër nuk e kishte mbushur. E gjitha fillon me një fjalë të vetme. Po. A je gati ta thuash sot? Një nga mënyrat më të fuqishme që Zoti përdor për të kërkuar është nëpërmjet njerëzve që vendos strategjikisht në rrugën tënde. Nuk janë takime të rastësishme, janë takime të orkestruara me precizion hynor. Ndoshta është një person që ke takuar rastësisht dhe fjalët e tij të kanë ndryshuar perspektivën. Ndoshta është dikush që ka kaluar në për të njëjtën dhimbje si ti dhe historia e tij e tejkalimit të saj të ka treguar se edhe ti mund. Ndoshta është një mentor që ka parë në ty diçka që ti nuk e sheh ende dhe ka investuar kohë dhe dashuri për të ndihmuar ta zbulosh. Ndoshta është edhe një fëmijë i vogël. Fjalët e tij të thjeshta dhe të pastra të kanë goditur drejt në zemër si shigjeta e Zotit. Çdo person që Zoti vendos në rrugën tënde, mbart një pjesë të thirrjes për ty. Mos i lër të kalojnë pa i dëgjuar, sepse nëpërmjet tyre
Zoti po të flet drejt për drejt. Ka një të vërtet të vështirë që duhet thënë me dashuri, por me qartësi. Thirrja e Zotit nuk pret për gjithmonë. Jo sepse Zoti lodhet ose heq dorë, por sepse çdo moment i shpërfillur është një mundësi e humbur që nuk kthehet. Çdo ditë që kalon pa ju përgjigjur thirrjes është një ditë qëllimi të humbur, paqeje të humbur, bekimesh të humbura. Zemra njerëzore ka një kapacitet të frikshëm për të ngurtësuar gradualisht ndaj thirrjes hyjnore. Sa më shumë shpërdorohet thirrja, aq më e vështirë bëhet ta dëgjosh. Ashtu si muskuli që nuk përdoret dobësohet, ndjeshmëria shpirtërore dobësohet me çdo shpërfillje. Por sot, tani, zemra jote ende dëgjon. Ky fakt vetëm që je këtu, që po dëgjon këto fjalë, që zemra jote po reagon, është dëshmi se thirrja është ende aktive dhe e gjallë. Mos e humb këtë moment, sepse ky moment, pikërisht ky, mund të mos kthehet. Thirrja e Zotit nuk është diçka e jashtme që i shtohet jetës sate. Është zbulimi i identitetit tënd të vërtet. Për shumë njerëz, jeta është një kërkim i gjatë dhe i lodhshëm për t'u përgjigjur pyetjes: kush jam unë vërtet? Provojnë role të ndryshme, mbajnë maska të ndryshme, përshtaten me pritshmëritë të tjerëve, por asnjëherë nuk gjejnë përgjigjen e vërtet, sepse po e kërkojnë në vendin e gabuar. Identiteti yt i vërtet nuk gjendet në karrierën tënde, në marrëdhëniet tënde, në arritjet tënde, ose në opinionin e të tjerëve për ty. Gjendet në sytë e Zotit, ai që të ka krijuar, që të njeh plotësisht dhe që të do pa kushte. Kur i përgjigjesh thirrjes së tij, fillon të zbulosh kush je vërtet. Fillon të shohësh veten me sytë e tij, jo me sytë e frikës, të dështimit ose të krahasimit. Dhe ajo që sheh është diçka e mrekullueshme. Jetojmë në një kohë të jashtëzakonshme, një kohë kur bota ka nevojë urgjente për njerëz që janë përgjigjur thirrjes së Zotit. Asnjëherë në histori nuk ka pasur kaq shumë zhurmë, kaq shumë konfuzion, kaq shumë njerëz të humbur që kërkojnë drejtim dhe kuptim. Dhe pikërisht në këtë kohë, Zoti po thërret. Po thërret njerëz si ti, jo të përsosur, jo pa plag, jo pa histori të vështirë, por njerëz me zemër të vërtet dhe disponibilitet të plot. Bota nuk ka nevojë për njerëz të përsosur, ka nevojë për njerëz të vërtet që janë transformuar nga prania e Zotit. Njerëz që kanë kaluar nëpër errësirë dhe kanë gjetur dritën. Njerëz që kanë vuajtur dhe janë shëruar. Njerëz që kanë dështuar dhe janë ngritur. Sepse historia jote e transformimit, sado e dhimbshme dhe e papërsosur, është saktësisht ajo që dikush tjetër ka nevojë të dëgjojë sot. Thirrja jote nuk është vetëm për ty, është për të gjithë ata që do të preket jeta e tyre nëpërmjet teje. Kemi arritur në fund të këtij udhëtimi së bashku, por për ty, ky nuk është fundi, është fillimi. Fillimi i përgjigjes ndaj thirrjes që Zoti ka bërë për ty, ndoshta prej kohësh, ndoshta për vite, ndoshta gjatë gjithë jetës sate. Sot ke dëgjuar, sot zemra jote ka reaguar, dhe ky reagim, sado i vogël që të duket, është fara i diçkaje të madhe dhe të mrekullueshme që Zoti dëshiron të bëjë në jetën tënde. Nuk të kërkoj të bësh diçka të madhe sot, të kërkoj vetëm një gjë, një lutje të thjeshtë, të sinqertë, nga thellësia e zemrës. O Zot, dëgjoj thirrjen tënde. Nuk e kuptoj gjithçka, kam frika dhe dyshime, por sot zgjedh të them po. Hyr në jetën time, merr kontrollin, bëj me mua çfarë ke planifikuar që nga fillimi. Jam i yti, jotja. Kjo lutje e thjeshtë, e bërë me zemër të sinqertë, mund të ndryshojë gjithçka. Jo sepse janë fjalë magjike, por sepse hap derën e zemrës sate dhe i lejon Zotit të hyjë plotësisht. Dhe kur Zoti hyn, asgjë nuk mbetet njësoj. Nëse ke bërë këtë lutje sot, shkruaj amen në komente. Dua ta di, dua të gëzohemi së bashku për këtë moment të shenjtë. Ndaje këtë video me dikë që ka nevojë ta dëgjojë thirrjen e Zotit sot, sepse ndoshta ti je mënyra që Zoti po përdor për të arritur atë person. Abonohu dhe aktivizoj njoftimet, sepse çdo javë kemi mesazhe të reja që mund të ndryshojnë jetën tënde. Dhe mbaj mend gjithmonë, Zoti të kërkon, gjithmonë, me dashuri të pafundme, dhe thirrja e tij për ty nuk hesht kurrë.